Janë vlera themelore që duhet me i kërku të çdo njeri me cilin ki pun me ta. Me çfarë do njeri në botë që ki pun me ta, i kërkon qëto dy vlera. Po flasim, kur ki pun me një njeri, tash kur ki pun i bjen edhe në detajet më të thella, apo edhe ki pun krejt në kuptimin si përfaqësor. Mundesh me pas edhe bashkëshorte se bashkëshort, po mundesh me pas edhe mik, mundesh me pas koleg pune, pavarësisht çfarë relacioni ki me ta, domthonë deri ku ka shku relacioni. E para thot është besueshmëria, edhe dyta respekti. Njerëzit kur të kanë punë me dikan kanë qef me koj besueshëm. Çfarë do relacioni që krijon me dikan, ki qef ai me koj besueshëm, domethënë mos me tradhtu. Besimi është numër 1. Pejgamberi jon alayhis salam ditën e parë që ka fillu me ju prediku njerëzve fen, ditën e parë ka testu kredibilitetin edhe besueshmërinë e tij te masa. Sepse ka kuptu pe ditës të parë që nuk mund të ketë fe pa besim. As nuk mund me ngu dika nëse nuk i beson. As nuk mund me bo mik, as shok, as një gjë nëse nuk i beson. As nuk mush me votu nëse nuk i beson. Ja dhe ditën e parë që u dal para atyne fisëve kurishite, ju ka thonë: çka nëse ju thamu në juve, mas i soj kodre po vjen një ushtrimu ju sulmu? Ata i kanë thonë një zëri, ka thonë na të besojnë aty se ti që të vjeti ke bo kur njetë s'kena provu diçka të pavërtet nga guja jote. A, dhe më thonë ju më besoni mu. Dhe më thonë kushti parë është me i besu. Kredibiliteti, besueshmëria. Edhe atëherë e ka shpalos misionin e tij dhe ka thonë që unë jam i dërguar i Allahut, e Zoti më ka dërguar tek ju me misionin Islam. Po mas pare ka testu besueshmërinë, edhe dyta respekti. Kështu na vujna kanë era apo më dojnë apo më dënaj apo më dënaj. Kështu do të më bëj më korrekt. Me dasht është kosto. Nuk do të thonë që dojnë këtë njerëz. Edhe nuk do të më lyp dashurinë prej këtë njerëzve. Dashuria është element më i thellë. Na do të më lyp respekt veç. Respekti është i rëndësishëm. Dashuria tani hen më në relacionet më të ngushta. Në relacionet e ngushta duhet me pas dashuri. Në relacionet tjera duhet me pas respekt. Funja na nuk mundom i dhon llogari një tjetrit pse nuk e dojna, po na do të më dhon llogari pse nuk e respektojna. Kur të respektojsh, s'hup kurrë. Në dashuri mundesh me hup. Në respekt s'mundesh me hup. Në respekt është tjetër temë. Për ata besueshmëria dhe respekti janë dy vlera të cilat janë standarde në krejt relacionet ndërnjerëzore.